Edhe njerë, sot është dita për ndryshimin e madh të floku im, sinët e prerë edhe do ndryshoj komplet ngjyrën. Hera e 4 që shkoj në London në salonin Blooms of Beauty, do dhe në Palmes Green keni dhe postcoding këtu. Pak më vonë do lyej flokët edhe prerjen, por fillimisht do bëj levelën e qerpikëve, doja t'i bëja extension si kjo goca këtu, por nuk më del koha sepse kam dhe Olivien, kam dhe punë të tjera sot. Ndërkohë Olivia bëri me Aldin. Ndërkohë që po bëj qerpikët, po ju tregoj disa nga rezultatet të punuara në këtë salon. Mund që shikoni në foto është e Loredanës njerëz, asaj të Big Brotherit. Saloni ofron trajtimet nga më të ndryshmet, e filluan nga microneedling, chemical peel lips filler, botox, waxing, eyebrow elimination, lash lift. Së shpejti në salon do ofrojnë edhe laser. Tani përfunduan qerpikët e mi dhe më pëlqyen shumë fare. Dhe mbaj vetëm 24 orë pa përdorur ujë, edhe më vonë mund të përdor edhe ujë edhe rimelin. Tani vazhdoj me flokët, shikojni pak sa drejt që i kam prerë. Atë pjesën mbrapa mos e shikoni nejse. Filluam direkt nga puna, unë do ta luaj ngjyrë çokoladë, po u zbulojshë tani. Çokoladë të errët. Përfundimi më doli fiksi që doja. Në pritje për flokun, po bëj dhe thonjët për mos të humbur kohë. Hoqa të gjithë bazën që kisha se nuk më pëlqente, se si duke nga poshtë thori verdh. Duke si pa pastruar dhe pse unë e laja. Përfundoj gota me pastrimin, bëri dhe gjelin, do mbaj këtë formën këtu. Edhe sipër i leva vetëm me një shkëlqyes me xixa. Pëlqen shumë fare, kaq thjesht se ka dalë tani. Momenti për të larë flokun, të shikojmë si ka dalë. Është shipa dashe pjesa ku parukeria po më priste flokët me makinë nga poshtë të dilnin super të drejta si që shikoni dhe në video. Jam shumë e lumtur si me prerjen edhe me ngjyrën që më ka dalë. Vetëm ma prishin pak të flokë të reja që duken si baluke. Por janë flokë të reja që më janë rritur, ja dhe dita tjetër. Ja dhe dita tjetër që i ktheva baluket na jashtë dukshin shumë bukur, por më ran direkt. Duhet kisha përdorur pak llak. Këtu keni të gjitha çmimet të njerëz, mund ta ndaloni videon për t'i parë më qartë. Po ashtu dhe numrin e telefonit dhe adresën. Këto janë shampo, krem dhe vaj që parukeria më rekomandoi.